Prej më shumë se një jave, opinioni publik grek po tronditet nga një aferë me subvencione agrare të përfituara ilegalisht nga Bashkimi Evropian. Akuzat nga Brukseli kanë sjellë dorëheqjet e para. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis pranoi disfatën duke premtuar se do të luftojë dhe më fort korrupsionin, madje edhe kundër zyrtarëve të partisë së tij, Nea Demokratia. Mitsotakis i referoi skandalit të fundit të keqpërdorimit të fondeve të BE-s në Greqi, që po hetohet aktualisht nga zyra e Prokurorisë Publike Europiane. Bëhet fjalë për subvencione agrare me vlerë qindra milionë euro. Ato u paguan nga agjencia përkatëse greke OPEKEPE për dele dhe dhi që nuk ekzistojnë në Kret apo nëpër plantacione bananesh në malin Olimp. Kjo dyshohet të ketë ndodhur në dijenin e dy ish-ministrave të bujqësisë në qeverinë Mitsotakis, Makis Voridis, përgjegjës për bujqësinë nga viti 2021 deri në vitin 2023 dhe pasardhësi i tij Lefteris Avgenakis, që shërbeu deri në vitin 2024. Voridis sapo ishte emëruar ministër i emigracionit në mars të këtij viti. Të premten e kaluar ai dha dorëheqjen. Gjithashtu, 3 ministra shteti të përfshirë në këtë aferë hoqën dorë nga posti. Në fakt, skandali diej për disa muajsh, por qeveria greke nuk reagoi ndaj akuzave dhe nuk ndërmori asnjë veprim deri javën e kaluar, kur Prokuroria Europiane ja transmetoi Parlamentit grek informacionet lidhur me përfshirjen e supozuar të ministrave në aktivitete kriminale. Dosja prej 3000 faqesh përshkruan një organizatë kriminale të përbërë nga zyrtarë të agjencisë OPEKEPE, si dhe deputet dhe individ që kanë marrë në mënyrë të palishme fonde nga BE. Dosja përshkruan edhe se si vepronte organizata kryesisht në Kret. Shumë skandale kanë ngritur dyshime mbi mandatin e Mitsotakis, si afera e përgjimeve, mbytyja fatale e anijes pranë Pilos dhe mbi të gjitha aksidenti hekurudhor pranë Tempit.